Rrugët e përcaktimit të ilaçeve në muajin e Ramazanit. Ekzistojnë rrugë të ndryshme për përcaktimin dhe përdorimin e ilaçeve mbi të cilat ekzistojnë mosmarrëveshje mes specialistëve të mjekësisë dhe mes dietarëve fetar. Por pika e përbashkët është se agjërimi nuk prishet në rastet e mëposhtme. 1. Përdorimi i pikave të syrit, veshit dhe hundës. 2. Të gjitha ilaçet që thithen nga lëkura, si kremrat dhe pomadat, nuk shkaktojnë prishjen e agjërimit. 3. Përdorimi i llojeve të ndryshme të kremrave dhe pomadave vaginale. 4. Injektimi në lëkurë, në muskuj, madje edhe brenda damarit, me përjashtim të injektimit të llojeve të ilaçeve stimulant që bëhen shkak për prishjen e agjërimit. Pikpamja e dietarëve fetar në lidhje me medikamentet që injektohen brenda damarit janë të ndryshme. 5. Gazi i oksigjenit që thithet nëpërmjet tubave. 6. Përdorimi i llojeve të ndryshme të lëndëve për shpërlarjen e gojës ose i sprucatorëve të ndryshëm, me kusht që asgjë të mos kalojë poshtë fytit. Edhe në këtë rast, mes dietarëve fetar ekzistojnë pikpamje të ndryshme. 7. Kokrat në ngjue si nitroglicerina. Edhe në lidhje me këto medikamente ekzistojnë pikpamje të ndryshme mes dietarëve fetar.